Ajetet nga 1 deri te ajeti 6. Bismillahirrahmanirrahim. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, thuaj o Muhammed, mua më është shpallur se disa prej gjindëve kanë dëgjuar Kuranin dhe kanë thënë, me të vërtet kemi dëgjuar një Kuran të mrekullueshëm, i cili udhëzon në rrugën e drejtë dhe kemi besuar në të, prandaj kurse si më nuk do t'i shoqërojmë askën Zotit ton në adhurim. Qoftë lartësuar madhëria e Zotit ton, ai nuk ka zgjedhur as bashkëshorte, as birë, por disa të marrë nga ne flisnin gënjeshtra për Allahun, kurse ne mendonim se as njerëzit as gjindët nuk flasin gënjeshtra për Allahun. Në të vërtet ka pasur njerëz që kërkonin mbrojtje nga gjindët, por kjo vetëm sa i çoi më tej në gabime. Shkaku i zbritjes. Shkaqet e zbritjes që janë cituar në komentimin e ajeteve 29 deri te ajeti 34 të surës Al-Ahqaf janë plotësisht në përputhje me shkakun e zbritjes së surës El-Jin. Kjo tregon se të dy suret trajtojnë një ngjarje. Këtu po tregojmë në mënyrë të përmbledhur shkakun e zbritjes. 1. Profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ishte nisur nga Meka në drejtim të pazarit Uqad në Taif, me qëllim që t'i ftonte njerëzit e asaj bashkësie të madhe në rrugën e drejtë të fesë islame, por askush nuk e pranoi thirrjen e tij gjatë këtij udhëtimi. U kthye në vendin e quajtur Lugina e Gjindit, natën e kaloi aty duke kënduar ajete kuranore. Një grup prej gjindëve pasi dëgjuan ajetet kuranore u bën besimtar dhe u kthyen drejt popullit të tyre për t'i thirrur në rrugën e drejtë. 2. Ibn Abbas i thot profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, po falte namazin e sabahut, gjatë faljes po këndonte ajete kuranore. Një grup prej gjindëve të cilët përpiqeshin të kuptonin shkakun e ndërprerjes së lajmeve qiellore, parashikimeve që bëheshin me anë të vëzhgimit të qiellit, dëgjuan këndimin e Kuranit nga ana e profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe thanë, kjo është arsyeja e ndërprerjes së lajmeve qiellore nga ne. Ata shkuan te populli i tyre dhe i ftuan ata drejt Islamit. 3. Pas vdekjes së Ebu Talibit, profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ju vështirësuan dhe më shumë punët, prandaj u nis në drejtim të Taifit që të gjej për krahës dhe mbështetës. Paria e Taifit u soll ashpër me të dhe populli i këtij qyteti e përndoqi dhe gjuajti me gur dhe sende të forta saqë këmbët i rridhnin gjak. I lodhur dhe i raskapitur u ul afër një kopshti, shërbëtori pronarit të kopshtit, i cili quhej Adas, u bë besimtar. Profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, po shkonte drejt Mekës, nata e zuri afër një palme, aty filloi të falte namazin. Një grup gjindësh nga Nasibein ose Jemeni po kalonin andej dhe e dëgjuan profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, që po këndonte Kuran në namazin e sabahut dhe i besuan atij, u bën besimtar. Shkaqe e zbritjes të ngjashme ka cituar edhe një grup komentuesish në fillim të surës El-Jin. Ka edhe një shkak tjetër të zbritjes i cili ndryshon nga shkaqet e përmendura. Ai është e pyetën Abdullah ibn Mesaudin se mos vallë ndonjë prej tyre ishte shoku i profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, që u ndodh me të në ngjarjen e natës së gjindit. Abdullah ibn Mesaudi tha, askush nga ne nuk ka qenë, ne kur ishim në Mekë nuk e pam askund profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, e kërkuam shumë por përsëri nuk e gjetëm. Kjo gjë na futi në dyshime se mos e kanë vrarë armiqt. Vazhduam ta kërkojmë profetin Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe kur arritëm në luginat e Mekës e pam që po vinte nga mali Hira. E pyetëm, o i dërguar i Allahut, ku ishit? Ne ishim tepër të shqetësuar dhe mbrëm ka qenë nata më e keqe në jetën tonë. Profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, u përgjigj, një drejtues i gjindëve erdhi pranë meje dhe unë shkova t'i lexoj atij Kuranin. Komentimi. Ne kemi dëgjuar një Kuran të mrekullueshëm.
Pas diskutimeve të bëra më lart, tani do të flasim rreth komentimit të ajeteve. Në ajetin e parë i kërkohet profetit Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, të thotë: "Mua më është shpallur se disa prej xhinëve kanë dëgjuar Kur'anin dhe kanë thënë: me të vërtetë kemi dëgjuar një Kur'an të mrekullueshëm." Si fjalia uhiya ilayya, mua më është shpallur, tregon se profeti Muhammed, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ka qenë vetë në këtë ngjarje. Ai nuk i ka parë xhindët, por për dëgjimin e Kuranit nga ana e tyre është vënë në dijeni me anë të shpalljes. Ky ajet na e bën të qartë se xhindët janë inteligjent, kanë arsye, logjik dhe perceptim, janë të vetëdijshëm për detyrat dhe përgjegjësitë, kanë njohuri leksikore dhe janë në gjendje të bëjnë dallimin midis fjalëve të rëndomta dhe të përzgjedhura, e dinë çdo të thotë fjala mrekulli, gjithashtu e konsideronin si detyrë për veten e tyre për hapjen e të vërtetës, si dhe ishin objekti i predikimit të Kuranit. Kjo është vetëm një pjesë nga veçoritë e këtyre krijesave të gjalla të qëndrueshme që përftohen vetëm nga ky ajet. Ata shquhen dhe për karakteristikat të tjera të cilat do t'i trajtojmë në mënyrë më detajuar në ajetet e fundit të kësaj sureje. Ata kishin të drejta quanin Kuranin të mrekullueshëm sepse Kurani është i mrekullueshëm, si nga toni ashtu edhe nga melodia, është i mrekullueshëm si nga ndikimi, ashtu edhe nga tërheqja, është i mrekullueshëm si nga përmbajtja, ashtu edhe nga domethënia, është i mrekullueshëm edhe nga pikpamja e komunikuesit të tij, i cili ishte një autodidakt dhe njëri pa shkollë. Kurani është i mrekullueshëm si në anën e jashtme, ashtu edhe në anën e brendshme. Kjo ishte edhe arsyeja që ata pranuan mrekullitë e Kuranit. Në vazhdim të kësaj sureje, ata i thanë dhe fjalë të tjera popullit të vet. Këto fjalë Kurani ka trajtuar në 12 fjali në ajetet vijuese, se cila nga këto fjali fillon me fjalën inna, e cila është treguese e theksimit. Ajeti 2 në vazhdim të cilësive të Kuranit thot: udhëzon në rrugën e drejtë dhe kemi besuar në të, prandaj kurse si më nuk do t'i shoqërojmë askënd Zotit ton në adhurim. Fjala ar-rushdu ka kuptim teje të gjerë dhe shumë domethënës, ajo përfshin në vete çdo lloj pjekurie. Pas shfaqjes së besimit dhe pasi refuzuan të gjitha format e idhujtarisë, ata e vazhdojnë fjalimin e tyre në lidhje me cilësitë e Zotit në këtë mënyrë, qoftë lartësuar madhëria e Zotit ton, ai nuk ka zgjedhur as bashkëshorte as bir. Fjala xhaddu në fjalor ka kuptime të shumta, si për shembull madhështi, intensitet, seriozitet, përfitim dhe interes dhe kuptime të tjera të ngjashme me to. Por nëse i referohemi librit Mufradat të Ragib Isfahaniut, arrim të kuptojmë që përdorimi kryesor kuptimor i saj është ndërprerja. Gjyshi është të quajtur xhd për shkak të madhështisë së pozitës ose moshës së tij. Një grup komentuesish kanë thënë se fjala xhinde në këtë ajet është përmendur me një domethënie më të kufizuar, madje e kanë komentuar se përdoret me kuptimin e cilësisë. Komentues të ndryshëm kanë dhënë mendime të ndryshme lidhur me përdorimin kuptimor të kësaj fjale, si në kuptimin e fuqisë, të pronësisë, qeverisë, begatisë, emrit, të gjitha këto përmblidhen në një kuptim atë të madhështisë. Por duke pasur parasysh se fjala xhid njihet në përgjithësi me kuptimin e gjyshit, në disa transmetime thuhet se xhindët janë quajtur me këtë emër të papërshtatshëm për shkak të ignorancës së tyre, prandaj ju asnjëherë mos përdorni shprehje të tilla në lidhje me Allahun. Ky hadith ka mundësi të referohet rasteve kur ekzistojnë lidhje të tilla. Kurani me anë të këtyre ajeteve transmeton fjalët e tyre me ton të përshtatshëm dhe i miraton ato. Përveç kësaj, kjo fjalë është përdorur dhe në disa prej fjalimeve të Nehjul Balaghas. Në fjalimin 191 thuhet: falendëruar qoftë Allahu, i cili veten e ka mbuluar me respekt dhe fisnikëri, të cilën e ka zgjedhur për vete, jo për krijesat e tij. Ai ka bërë të paarritshme dhe të ndaluara për të tjerët post tij dhe i ka zgjedhur për famën xhidden e tij. Në disa transmetime lexojmë se Enes ibn Malik ka thënë: kur ndonjë e mësonte surën El-Baqara, e lexonte dhe e lartësonte atë xhidde në praninë tonë. Sidoqoftë, kjo fjalë përdoret në kuptimin e madhështisë dhe të shkëlqimit të një çështjeje, e cila përkon edhe me kuptimet leksikore në rastet e përdorimit të saj. Përfaqësuesit e xhindeve mbështeteshin vetëm mbi çështjen që Allahu nuk ka as bashkëshorte as fëmijë. Ka mundësi që kjo fjali të jetë përdorur për të mohuar një
bestytni e cila ekzistonte mes arabëve, të cilët edhe thoshin engjëjt janë vajzat e Allahut nga një grua prej gjindëve të cilën Allahu e kishte zgjedhur për vete. Po me këtë kuptim, kjo fjali është cituar dhe në komentimin e ajetit 185 të surës As-Saffat, ata besonin se në mes Zotit dhe gjindëve kishte lidhje farefisnore. Ajeti në vijim thot, por disa të marrë nga ne flisnin gënjeshtra për Allahun. Fjala es-safih ka mundësi të jetë përdorur për të treguar gjinin dhe shumësinë e të marrëve që besonin se Allahu kishte grua dhe fëmijë, madje kishin zgjedhur edhe një të ngjashëm dhe ortak për të, ata ishin larguar nga rruga e drejtë dhe flisnin vetëm gënjeshtra dhe trillime. Shumë komentues kanë dhënë edhe mundësinë se fjala safih në këtë ajet është përdorur në kuptimin e njëjësit dhe tregon për iblisin, satanin, i cili pas kundërshtimit të urdhrit të Allahut i ngjiti atij cilësi të padrejta, madje zyrtarisht kundërshtoi dhe urdhrin e Allahut që t'i binte në sejdë Ademit, paqja qoftë mbi të. Pasi e konsideroi atë larg mëshirës dhe veten e quajti më lart se Ademi, paqja qoftë mbi të. Duke pasur parasysh që iblisi vet ishte një prej gjindëve, besimtarët gjin e urrenin atë dhe fjalët e tij quajtën gënjeshtra dhe trillime, edhe pse në dukje ai ishte adhurues dhe dietar, por dietar pa vepra, adhurues egocentrik, i devijuar dhe arrogant, ai është një prej shembujve të qartë të sefihut. Fjala shatatun është përdorur në kuptimin e kalimit të cakut, e largimit nga moderimi dhe e hedhjes larg, prandaj fjalët që janë larg nga e vërteta quhen shatat, të pavërteta. Për këtë arsye, anët e prenjve të mëdhenj që kanë largësi të madhe nga uji dhe janë të gjata quhen shat. Më pas thanë, kurse ne mendonim se as njerëzit, as gjindët nuk flasin gënjeshtra për Allahun. Kjo fjali tregon se ky grupi kishte pasuar në mënyrë të verbër ata që besonin se Allahu kishte grua, fëmijë dhe ortak. Ata thoshin se nëse këto çështje i pranonin nga të tjerët, pa ndonjë argument apo arsye, kjo ishte bërë nga budallallëku dhe mendje lehtësia e tyre, asnjëherë nuk e imagjinonin që ndonjë njeri apo gjind të kishte aq kurajo sa t'i përvishte gënjeshtra kaq të mëdha Allahut. Tani që filluan hulumtimet dhe zbuluan të vërtetën, kuptuan gabimin e këtij imitimi të verbër dhe të padrejtë, prandaj e pranuan gabimin që bën, duke ndjekur devijimin e idhujtarëve gjind. Në përfundim thanë, në të vërtetë ka pasur njerëz që kërkonin mbrojtje nga gjindët, por kjo vetëm sa i çoi më tej në gabime. Fjala rahaq tregon se diçka është dominuar nga zemërimi, por duke ditur se devijimi, mëkati, kryenëqësia, rebelimi dhe frika dominojnë mbi zemrën dhe shpirtin e njeriut dhe mbulojnë atë, këtë fjalë e kanë pranuar se është përdorur me këtë kuptim. Disa komentues të Kuranit fjalin e mësipërme e kanë konsideruar si tregues për një bestytni tjetër, e cila ekzistonte në periudhën e ignorancës. Ajo lidhej me kontekste të tilla, si për shembull kur disa karvan arab hynin mbrëmjeve në ndonjë lumë, thoshin kërkojmë mbrojtje nga kryetari dhe udhëheqësi i kësaj toke nga e keqja e budallëimve të popullit të tij. Ata besonin se me shqiptimin e kësaj fjalie kryetari i gjindëve do t'i mbronte ata nga të këqijat e budallëimve gjind. Duke u nisur nga fakti që paragjykimet janë shkak i burimit dhe i shtimit të frikës, të devijimit dhe të rënies intelektuale, si fjalia në ajetin 6 thot, por kjo vetëm sa i çoi më tej në gabime. Ky ajet tregon se në popullin e gjindëve kishte burra dhe gra, sepse në ajet është përmendur shprehja rijalu minel jinni, burra prej gjindëve. Sidoqoftë, ajeti ka një kuptim të gjerë dhe gjithëpërfshirës. Kuptimi i tij përfshin çdo lloj mbrojtjeje të njerëzve nga gjindët. Bestytnia lart përmendur është vetëm një shembull i tij. Jemi në dijeni se në mesin e arabëve ka pasur shumë priftërinj, të cilët mendonin se me anë të gjindëve jo vetëm që mund të zgjidhnin shumë probleme, por edhe të informoheshin për të ardhmen.